5.400 punonjës rrezikojnë të mbeten të papunë. Dhe këta të gjithë vetëm në qarkun e Fierit në zonën naftënxjerrëse Patos Marinës. Jo për shkak të ndonjë krize financiare, jo për shkak të ndonjë krize natyrore, po për shkak vetëm të keq qeverisjes dhe të korrupsionit politik. Ka qenë një gjobë e vendosur nga doganat e Fierit në vitin 2019 kundrejt non-kontraktorit që shfrytëzon burimet e naftës, prej 120 milion eurosh, e cila ishte pezulluar dhe në mënyrë të habitshme mbas 6 vitesh është rikthyer dhe po kërkohet pagesa e saj. Për shkak të moslyerjes së kësaj pagese, sot ne kemi vendburimin e naftës ku është bllokuar prodhimi. Dhe kjo përveç se rrezikon të nxjerrë këta punëtorë të papunë dhe në mëshirë të fatit, rrezikon të dëmtojë në mënyrë të parekuperueshme dhe gjithë infrastrukturën naftënxjerrëse. Të gjithë pasurinë kombëtare rrezikohet që kjo të ketë dëme të pariparueshme. Dhe zanafilla e kësaj ka të bëjë vetëm me një emër, me Belinda Ballukun. Në 2019 si Ministre e Energjetikës, ajo pezulloi në mënyrë të drejtpërdrejtë të gjobë, pa arsye, pa shpjegim. Sot ajo është vendës kryeministre, është në hetim nga SPAK dhe vazhdon të jetë në krye të detyrës. Kjo është e patolerueshme. Prandaj ne, Lëvizja Bashk, i kërkojmë qytetarëve të Fierit dhe të gjithë Shqipërisë të bashkohen në protestë para parlamentit, të kërkojnë shkarkimin e parlamentit, të kërkojnë drejtësi. Dhe ju 150 punëtorëve që keni dalë në protestë për pagat tuaja, shkoni atje para parlamentit dhe së bashku të kërkojnë drejtësi.